Televizioni në fakt është punë e bukur. Të ka pëlqyer? Po. Televizioni është punë e bukur, punë e pasur, punë që me shpirt jo jep atë që ka dënë njerëzve. Por është drejt që është konsumator në vetë, s'prodhon gjallë. Kja është e keqja e televizorit. Ke patur ndonjëherë ndonjë ngecje në të folur? Po, fillimisht. Vërtet? Fillimisht, pastaj duke u marrë me gazetën, filloi hajde gazeta, duke përtit sikur ka dalë ajo. Do me thënë në fillim ke patur ngecje, nuk flisje I vogël. I vogël, ë? Pastaj duke përtit tanë kohën skenë dhe në për gazeta gjatë dizën, ka fillu duke pas tuja gjaja e keqë po e themi ne. Je paragjykur kur ke qenë fëmijë për këtë punë? Jo. Që ngecje? Jo. Jo. Asnjëherë. S'kam pas. Pas kam pas në gjallë kështu të veçantë, si ta. Po me dhënë humor? E ke përdor ndonjëherë për me bë humor? Po. E ke përdor, ë? Po, e përdori shumë herë, kur kam në pjesë që e di që duhet. Interesante. E ka pas bërë Salsano një personazh të tillë? Po. E di. E imitoj edhe Salsano në këtë pikë që thu ti. Po pa qenë se I ka ngela tjetër që s'kam qenë. Nuk kam se të them që sigurisht. E ke menduar ndonjëherë portokallin? Ja, se kam menduar asnjëherë. Pse? Po, edhe mosha të shi. Po pse më? 64 vjeç. Po 64 vjeç me u marr me gazeta ke koti? Me u marr me aktrim jo, ha? Dolem pension. Del në pension edhe pak? Megjithatë ti më the që fillove punë televizion. Po. Më pas në 2000-shin u shkëpute nga televizioni. Po, u shkëputa se televizorin e bleu dikush tjetër. Dhe për momentin nuk u nifsha me te unë. Dhe gazeta në atë kohë kishte lek. Televizori s'kishte lek. Dhe duke... Sa të paguan të atëherë në televiziona I siroj? Ishte rroga krejt qesharake. Sa në qofse në banë? Ja, I 50.000 lekë mujtë. Që nga ja kohë, deri tash me gazetë. Tash I ka ra puna gazetës. S'ka lek mo. S'ka më lek gazeta? Jo, thjesht, unë po të gjej në punë tjetër mund ta lej qyshi tash për shembull. Po sa kohë ka që ka rënë gazeta? Sa kohë bë, sa vita? 20 vjet po. Ka gradualisht të ra. Tash I ka ra krejt. Sa gazeta shet si ti sot? Ka si më të herë 5 gazeta, 6 gazeta, 20. Me marrë gjitha bashkë. Çfarë thua më? Absolutisht. Lezhim lexohet fare. Po më përpara sa ka qenë maksimumi gazetave që ke shitur? Në ditë? As sa vinë sot për lezhën, aq I kam shit vetëm. Sa vinë sot? Sot mund vinë 100 sot. 100 gazeta ti shisje në atë kohë në ditë? Po. Sot vinë për lezhën 100 sot. Kush ka qenë gazeta më e shitur në lezhë? Ka qenë gazeta Rëdëja, fillimisht. Pastaj Rëdëja ka qenë gazeta e të djathëve, demokratëve. Pastaj gazeta Shekulli, që është shit pa shumë e ma. Pra, Rëdëja ishte e para, pastaj vinte Shekulli. Fillimisht. Pastaj erdhi Shekulli, paga shumë e mujti. Ja doli si për Rëdës, Si për Rëdës, pastaj erdhen 55-a, telegrafi e mëra, po përgjithësi u shiqi. Tash në këtë kohë, zara. Arsyeja nuk e di, po. Po mirë, ti sa e shisje një gazet? 20 lek. Jo. Ati që I vinë gazetat në lesh, I vjen me çmimin. Dhe merr 1% të vogël për çdo gazet, I 50 lekë vjetër. Për çdo gazet që mund të shesë. Pra. Dhe ati ja marrën dëshi. Unë I shtoj 100 lek. Për shembull. Se ti e sjell deri te dera shtëpisë. Ta jap ty për shembull. E ka 600 lek për shembull. Po të marrën 700 ty. Ja çoj tek lokali. Se kjo është fitimi jam ashtu. Normalisht. Tek lokali, ke dera shtëpisë, apo dikun ku je ti për shembull. Kjo është. Po sot cila është gazeta që shitet? Sot gazeta që shitet është Panorama. Vetëm Panorama. Dhe Sporti. Këta dyja bëjnë raport. Për të ndjekur Real People, bëni subscribe në kanalin tim të YouTube-it Flori Gjini.